Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar listën e votuesve, e cila pra do të përdoret për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Sipas të dhënave nga lista e votuesve, numri i shtetasve të Kosovës me të drejtë vote është 2.092.174 votues, çka do të thotë se kjo listë përmban 15.884 votues më shumë se lista votuese e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më 28 dhjetor të vitit të kaluar. Sipas të dhënave nga lista votuese, numri i qytetarëve me të drejtë vote në vendvotime pra në Republikën e Kosovës me datë 7 qershor është 1.959.962 votues, ndërkaq numri i shtetasve të Kosovës, të cilët janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës, është 132.212 votues. Nga ky numër i votuesve jashtë Kosovës, 100.970 janë regjistruar për të votuar duke dërguar pakon me fletvotim në adresë të kutisë postare të KSZ-s jashtë Kosovës, pastaj pjesa tjetër 3.518 për të dërguar pakon me fletvotim në adresë të kutisë postare të KSZ-s në Kosovë dhe 27.724 votues apo shtetas janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësitë diplomatike. Numri i votuesve të cilët do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës është 22.685 votues, prej të cilëve 16.934 janë votues që konsiderohen të rinj, pra që pas zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës të datës 28 dhjetor kanë arritur moshën 18 vjeç, pra që do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e radhës të datës 7 qershor dhe 5.751 votues të tjerë të cilët konsiderohen të regjistruar për herë të parë në regjistrin qendror civil mes dy palë zgjedhjesh ose janë votues që kanë rikthyer shtetësinë e Kosovës. Procesi zgjedhor brenda vendit do të zhvillohet në 949 qendra të votimit me gjithsej 2550 vendvotime, prej të cilave 911 janë qendra me 2498 vendvotime për votimin e rregullt, ndërkaq në çdo komunë do të kemi nga një qendër votimi, pra gjithsej 38 me 52 vendvotime për të mundësuar votimin me kusht. Ndërkaq, procesi zgjedhor jashtë vendit, përveç votimit do të thotë me postë, do të organizohet në 30 përfaqësi diplomatike, prej të cilave 17 janë ambasada dhe 13 konsulata me gjithsej 47 vendvotime.